Kjo ka, për të analizuar këtë, duhet të bëjmë dhe një ndarje të frakturave. Kemi fraktura të kockave që lidhen me trauma me energji të ulët, por edhe ato që janë me traumat me energji të lartë. Për shembull, energjia e ulët është një rrëzim duke ecur, ose kjo që përmendëm, një ndrydhje e kyçit të këmbës. Trauma me energji të lartë është për shembull një aksident automobilistik me shpejtësi të lartë ose një rënje nga lartësia në punëtorët e profesione të ndryshme. Tek traumat me energji të lartë, këto që u përmenda më sipër, problemi nuk qëndron vetëm te fraktura në vetvete e një gjymtyre apo një kocke, por te fakti që një njeri që pëson një traumë të tillë mund të ketë dëmtime që prekin të gjitha sistemet, pra mund të ketë një traumë koke, mund të ketë traumë të kraharorit, mund të ketë traumë të barkut, mund të humbas vetdijen. Pra rëndësinë në këtë rast më tepër ka çfarë dëmi mund të sjellë fraktura në varësi se në cilën pjesë të trupit është. Për ta thjeshtuar këtë, po marrim rastin e një frakture të shtyllës kurrizore, po themi të vertebrave të qafës. Këto përbëjnë rrezik sepse në brendësi të kolonës cervikale të qafës kalon medula spinale. Pra risku i këtyre frakturave është dëmtimi që mund t'i bëjnë nervave, pra medulës spinale dhe pasojat që mund të sjellin që janë paralizat. Prandaj këtu del shumë e rëndësishme që imobilizimi, pra dhënia e ndihmës së parë në këto raste, sidomos flasim traume madhore, nga njerëz të specializuar që dinë se si duhet menaxhuar një traumatizuar. Dhe kjo në Shqipëri është e zgjidhur nga shërbimi i emergjencës. Pra ato dinë se si të sillen, si ta imobilizojnë pacientin që mos sjellin pasojat më të teshme deri në momentin që një pacient sillet në spitalin e traumës.